Jam konë në Gjermon ka dhe jam ndohet tash. I do më rrugë se unë nuk jam i varë për një por letra. Tash unë nuk muj me kufizu jetën teme, çka të thot amin me bue për një por letra. Diçka bërë të mira e makse me të keqe, kështu nuk shkon kurkun botë. Unë ka lutë shumë herë. Veç gjithë shka jam gjendje tha me bue, kitë gabimet i përmisoj. Ja, thash një gabim që ta bëjsh më të unë s'kështë e matë. Normal, shkojnë me hendë, unë kujtohet, që edhe numrin e kom nuk e kom fshi, edhe kom lion vetit amanet që femën që ka linda atje me dokumentat Gjermonisë nuk marrë. Kisha pas që me vetonën që nëse e shet që t'intervjiz, mu konë me kujdeshme nga gabime, edhe vetonit të kthejet prapë. Me tash një katastrofë. Pse? Se jam konë në Gjermon ka dhe jam ndohet tash. Gjermon? Jo me Gjermon, po shqiptarë që jetë në Gjermoni, po ka linda atje. E do me to? Jem do. Pse valla i do të rrugët? I do më rrugë se unë nuk jam i varë për një por letra. Ma ka bëllë e bëj me jetu në Kosovë, me që të gjendje që është, se me mu bojnë varë për një por letra të Gjermonisë. Që ti ka përmena? Po nuk i ku bo, unë vetë i kam letra të Gjermonisë, amo, për shembull, tash unë nuk muj me kufizu jetën teme, çka të thot amin me bue për një por letra. A du me thonë, ka dosh me të rëdhnu ish gruja që ki pos? Po. Çfarë urdhën atjep kja jazoja? Por shembull mos me dalë, kështu thuaj se hiç, kur të vish në Kosovë me pas jetën e kufizuar, më kom qef kom familjar këtu. Kom qef me shku me dem dajs deti, nuk po them që më anash kalu grujen. Po s'është normale, apo den më kufizu. Tani unë i them diçka bërë të mira e makse me të keqe. Kështu nuk shkon kurkun botë. Që sa një ndodhë? Pi janarit. Janarit. Tregom, cile mor vendimin i pari mundo? Unë e ku marr vendimin. Që që thajmë lokal zëm? Lidhja jonë ka përfunduar dhe nuk kemi interesu me vazhdu matutje. Që tha jo? Edhe kum lion vetit amanet që femën që ka linda atje me dokumentat Gjermonisë nuk marrë. Nuk jam i varë veç me marrë femën të jashtit. Ka dhe në Kosovë femën sa dush. Çka tha jo kur i tha lidhja jonë përfundoi çtu? Unë ka lutë shumë herë. Veç gjithë shka jam gjendje tha me bue, kitë gabimet i përmisoj. Ja, thash një gabim që ta bëjsh më të unë s'kështë e matë. Edhe nuk jem një njeri që një mashkull që e detyroj femën, për shembull mos me nejt shtëpi ose mos mu vesh ashtu, mos mu vesh kështu. E mund me pas çaq jeton lumbër me mua që menja sa merr. Do të thonë vendose mi dhon fund. Po. Tregom, a ki mujt me harru alo, ose a shkojnë me ta ajo hiç? Normal shkojnë me end, patjetër. A vëdën se është periudha alo e shkurt. Unë kujtohet që edhe numrin e kom nuk e kom fshi jam çfarë më. Ajo fshi kthi prap vëlla? Nëse si kish bo gabime që i ka bue, isha kthi prap. Isha kthi prap. Tregom, sa i ki dashur vëlla? Vallai mjaft. Mjaft. Po, vallai. A vëdën se unë ka shumë e sinqertë ka dzu me mua, se unë një vjet jam ko me to edhe A do të thonë një vjet shkum poshtë. shkon poshtë. Unë kalon tash shumë për mas ndosh shumë sene, tani shumë obligimet jem prishën, shkoki që unë kalon një vjet e mas, se gjithaj organizim, gjithaj sene kum pas me bo. Çfarë organizimi vëlla ki pas me bo? Po kum pas me bo një fejes, ta mon shiko, se në familje kena pasën familjarisht, kum pas me bo fejesën prill, ta mon shiko hije, që bojnë na shqiptarët. Para një muja? Po. Martesën këna pas me bo në korrik, me bo një martesë që rrallë kush e kish përjetu. Edhe Po, dështoj? dështoj. Hajde shoh, inshallah zotë e gjeni famën, tamam çu do zemra vëlla. Po me emër Zotit inshallah. Nëse ajo e shaqit intervistë, sa kishte pas shef mi thon. Kisha pas që mi thonën që nëse e shet që t'intervjiz, mu konë me kujdeshme nga gabime, edhe vetonit të kthejet prapë. Ju kishe kthi prap. Nëse kthehesh prap, am kishe thirrën më kallëzuar më thon vëlla ti rove se bepe edhe u pajtum prap. Po, të kisha thirrën. Kishe thirr. Po, kesh ku kesh, edhe në fund botës mu konë të kisha thirrën. Tregon vëlla, ai ni po mo pi janarit, ai ni po hiç, ai ni hiç. Jo, ajo ka shku në Gjermani, unë jem këthy në Kosovë edhe mos si na po. Se ni po më hiç. Tregon, a se këtu në Gjermani shkoj sa më se po ato apo çka? Jo, nuk kum gjetë një punë adekuate atje, se u dosh me ndërpreje, edhe së ne kum gjetë ndërsa ta gjej punën tjetër shkoj prapë. Do më shku prap. A më jonë në qatë pjesë, ku kom jetu afër mininit jo. Pse? Jas, po s'kom qef se nina keq edhe për veti edhe për to që i kena dohut. Amin, inshallah, E për një lashallah zoti ktheheni prap bashk. Amin, inshallah, faleminderit. Kalamir, respekt, ciao ciao. U taku mas 20 vjetëve apet edhe që shtë bu puna. Do të thonë mas 20 vjetëve e ki njoft, mas 20 vjetëve një taku prapa. Qa, është të dishka. A do të minimu burë i grus në punë shpis? Po, kur punojnë dhëtë pse jo? A i lan ajo, mi bajti Ja, i bërë. lanë maqina, po ti mi nëshu. Po, ja, të maqina s'preki. Po jo, e kum prodhu një liber vetë. E ki Prodhu një liber vetë. për grunë tona? Po, e kum maru vetë. Librin. Po, Do të thonë ki botu libër për grunë tone. po. Çka
Çka shkruan atë libër kallzona pak pika Ka shkurta? libra, ka janë kujtime të ditës së parë. Kështu për shkakun menja me tradhtun herë. Ja kur. Kjo ty edhe me shkumen aty para kamerës nuk Hiç, ja valla. Qysh je? Mirë. Ç'po kalan? Mirë Se se. fëmin ti sot je gruaja. A? Po çe ka të mollën, çfarë bë? Ti duhet ta ka. Që sa ku je martu vëlla kallzon? Që një 4 vjet po. 4 vjet. A më mësi ta vet kallzon me gjithë. Ja, vet valla. Po. Qysh njoftu kallzë dostit? A, Qysh janë jest? po ai ku është pak e gat, po. Qysh e got? 4 vjet. Jo. Historia është e gat. Pse janë kallzon pika të shkurta. Ka shkurta një që në më shumë se 20 vjet, po zoti e pruni që u taku mas 20 vjetëve apet edhe që shtë bu puna. Do të thonë mas 20 vjetëve, do të thonë 20 vjet e ki njoft, mas 20 vjet një taku prapa. Qa është të Edhe dishka. u martut. Edhe u Sa martu. fëmijë keni? Që të dëdjem. Ti ruaj zoti inshallah kimi. Faleminderit shumë. Tregon vëlla a e dën. Po më që shjo, më konë që kisha të fëmi. Tregon a për lani shpesh vëlla? Qysh? A për lani shpesh? Po e si do të qëtë ka menime ndryshimta, po e Mos marrë veshje. mas ma veshe po e gjona gjune për bashkët. Tregon a jeni më në punë shtëpisë vëlla? Po, Cilat punë shtëpisë jeni më shumë ti? Ose më shpesh? po ku ka nevoj që janë me sene trona, i një moj. Për shembull, mi nshu teshat në lavatriçe. A i lan ajo, mi bajt i Ja, i bërë. lan maqina, po ti mi nshu. Po, ja, të maqina spreki. E tregon enta i kilona herë. E lan maqina. Na një ndodh për shembull me Po ka njerë ku më qëllon për dore, po. e lan. Po, Për shembull vëlla mi fshi plunat e shtëpisë. po e një moj, në të... Edhe me fshis. Edhe me fshis. Tregon a do të minimu burrë i grus në punë shtëpisë? Po, kur punojnë dëtë pse jo? Do të minimu? Po, që që jo? Tregon a je xheloz? Jo, pse? Ajo xheloz ose gati ti ishe Jo, pse më konë gjelos? Asaj ose Kur e xheloz. ki besimin s'ka gjelozi. Tregon për shembull, Atlena aty më dal me shoqe me pi kafe? Me shoqe? Po. Po, Ajo deri, ti me të lëmë me shoqe. deri tash s'ka po s'u konë mu e rasti që kum dal. S'ki dal. Jo. Jo goxha del. Ja, Ja, jo dala mu s'është puna. Mjena ma që me thmi me gru, Halal. që të kam punë. Qysh e thirr vëlla kallzëm? Namën. Na i fjallë diçka ma ta me zemër a shtëpi. Ja. Pse? Ja, po namën e ka dhënë baba, nona, që me thirë në zemër. Zemër e ka e dina në punë mrençme. E gru? A i thua gru jo? Po ka njerë i thonë, oj Ka gru. njerë gru. Po. Tregon vëlla, çaj ka majt fort ki dashnin e ju. Po besimi, ato ideja të ardhmërijës, që do na me planifiku, me ulumtu që shthona na. Tregon vëlla, cila është dhurata më e mirë që e ki bënë herë? Nuzës. Ka së di sa valoj, Na një ma të veçantën. ma të veçantë. Ty, be, tash s'po mbjen në me më mirë. Ja me na pak ja qysh be ki blenë usës dhurata s'po të bën men çka. Po jo, e kum prodhu një liber vetë. E ki Prodhu një liber vetë. për gruan tona? Po. Do të thonë e ki E kum maru vetë. librin. Po, Do të thonë ki botu libër për gruan tonë. po. Çka shkruan atë libër kallzona pak pika Ka shkurta? libra, ka janë kujtime të ditës së parë. Qeni taku? Po. Deri më sot. Deri më sot. Kur e kallzove që ki botu libër për ta çka tha? Që më thonë, faleminderit. Faleminderit. Po. A që ka shumë e don vëlla. Po unë nuk më konë kështu e isha najtë vetë më mirë. Tregom çka kishe punë se ishte të ndoh. Zot mos e bavish. Ja, për ashtu s'mena heq, valla asja përgjegje për këto. Po, s'ka